në këto tre dimensione, pra midis njohjes dhe kuptimësisë së jetës, pra ti përcaktoj vetës se për çfarë jam në këtë botë dhe cila është kjo botë ku kam ardhur. Shoqëri i nderuar Emir, për me sqaruar do të një shembull, për me këto çka jemi bota e ngurtë me preshtim do të njerëzve. A mujna me definu? Kemu si do të me definu me pak fjali. Për shembull do të kjo karrik që është këto, kjo gotë që është me preshtim ujit, në fjalë tjetër çdo sen që është ngurtë mundesh me definu do të me 2-3 fjali. Për shembull, zë vend hapësirë, e qartë. E dyta, i ka 3 dimensionet, mundesh me pa do nga 3 anë. E treta, ka pesh, edhe kaq. Mirë, a ngritmi pak më nalt, do të dalmi një botë tjetër, bota bimore. Edhe bota bimore do të tazom një lule, edhe ajo do të ka zëvend hapësirë. E dyta, i ka 3 dimensionet. Ka pesh, për dallim ka bota e ngurtë, është që zhvillohet. Mirë, a ngritmi pak më lart, bota shtazore, për shembull, edhe ajo zëvend hapësirë, i ka 3 dimensionet, ka pesh, zhvillohet sikurse bota bimore sepse ka jetë, mirë po përveç kësaj lëviz. Do dallim do të nga bota bimore. Njeriu do të qysh, edhe ai zëvend hapësirë, ka pesh, i ka 3 dimensionet dhe është që zhvillohet vazhdimisht, ka lind, rritet, zhvillohet, do të vdes një ditë, mirë po dallim nga gjitha kësaj do çka ka krijuar Allahu xhel, është që logjikon, ka do të mendje, jo tru, se dhe tru ka do të bota shtazore, po s'ka arsye, s'ka mendje. Kështu që njeriu do ta ketë parasysh se është krijesë e ngritur, është krijesë e ngritur. Momentin kur ai do të nuk i përmbush nevojat e tij esenciale, që janë do 3 nevoja do të kyçe, ai do të rebelohet. Dhe plot kuptimin e fjalës do të rebelim, sepse njeriu do të në esencë është, që ka thënë dietarët, el insanu aqlun yudrik, njeriu mendje që percepton, ka fuqi perceptuese, wa qalbun yuhib, dhe zemër që dashuron, o jismun yataharrak, dhe trup që lëviz. Ushqimi mendje se ka do të një ushqim, dhe është informacioni, dia, njohuri të përgjithshme, njohuri do të shkencore, në përgjithësi do të njohuri do të. Mirë, ushqimi zemrës edhe e ka do të mënyrë specifike, është besimi i vërtet, apo ushqimi shpirtëror, dhe ushqimi i trupit janë ushqimet begatita Allahut azza wa jalla që na ka dhënë dot në këtë botë. Mirë, kush është defekti? Apo shtrohet pyetja kështu. Kush është pjesa e papërsosmërisë tek qenia njerëzore, po themi, se ju e definuat që është qenia e përsosur, qenia e përsosur në kuptimin e ndërtimit struktural, fizik dhe psikologjik, po ku qëndron defekti i njeriu? Defektin tash shesot pikën. Njeriu në esencë është krijesa më e përsosur. Laqad khalaqna al-insana fi ahsani taqwim, nuk ka për qëllimin do të më e bukur, asnjëherë, por është krijesa më komplekse dhe më e përsosur. Pse? Për arsye se do të e ka dalluar Allah do të me këto 3 komponentë që i përmendëm, përveç kësaj shtesë ka shpirt. Që shpirt nuk ka bota shtazore, edhe pse ne jemi mësuar që mace ka 9 shpirta, po s'ka shpirt bota shtazore. E vetmja krijesë që ka shpirt është njeriu. O në fakhtu fihim ruhi, dhe i kam fryrë ati do të nga vetë qenja ime do i kam dhënë do të shpirt. Dhe defekti është ku vjen që njeriu do të e humb vlerën e tij. Ku vjen që njeriu do të prej një pozicioni që është më i ngritur se sa vetë me lajket, bëhet pozicionin që është më i ulët se bota shtazore. Defekti është që ai do të nuk i përmbush nevojat e tija esenciale. Nëse njeriu nëse njeriu ka kujdes të veçantë ndaj mendjes së tij, në kurriz të zemrës së tij dhe trupit të tij është i dështuar, është i rebeluar me plot kuptimin e fjalës. Ose nëse njeriu ka zemër të artë, por në kurriz të mendjes së tij dhe trupit e tij prapë është njeri i dështuar dhe i rebelum. Dhe është një dietar el Islam hadaratul ghad, Islami është civilizimi të nesërmes, bën zbërthime të hatashme në këtë aspekt. Thotë që për shembull në botën perëndimore ose njerëzit do të mundesh me pasëm ka njeri që ka mendje të artë, por ka zemër të hekurt. Ose ka trup të elefantit, por ka shpirt të miut. Është njeri i dështuar. Njeriu i suksesshëm dhe atë që e kërkon Islami, në bazë burimeve kyçe të Islamit, është që ti do ta mbushësh mendjen me informacionet me dije të përgjithshme, ajo që është dije dobishme, dhe ta mbushësh zbrastinë në zemrën tënde me ushqimin shpirtëror, sepse do të patë s'ke mundësi me pas as mirëqenie fizike dhe as mirëqenie shpirtërore, dhe të kujdesesh për trupin tënd.